ende deri në këto momente që ne po flasim, SPAK pavarësisht se ka ngritur task force-ën, ende nuk ka le të themi apo nuk dim ne të ketë një procedim penal për sa i përket fushatës zgjedhore që ka nisur. Avokatun po e nis me ju. Duke qenë se për SPAK shpesh kemi biseduar. Çfarë presim në goditjen e krimeve zgjedhore? Ende nuk po ka asgjë, ende qetësi. Struktura pra task force është ngritur në fund të janarit. Kaluar gati 2 muaj. Po si duket edhe qeveria, se ajo më shumë të pritet, domethënë që mund të bëjë le të themi gabime ose krime zgjedhore, është treguar e zgjuar në rasti konkret, sepse nuk ka se ka çeduar. Ka pasur 2-3 reagime nga ana e Berishës në raport me takimet qofshin në zyra apo qofshin edhe në aktivitetet ndryshme ku administrata ka qenë pjesëmarrëse, sidomos në qarkun e Fierit, ku lajmëroheshin të gjithë arsimtarët që të zvoglonin orarin e mësimit me qëllim domethënë që të kishin mundësi pastaj të kishin takim me zonjën Balluku. Këto janë raste, nuk po i quaj sporadike, të cilat do duhet që SPAK-u t'i marrin në konsiderat. Nuk e di se sa do jetë i aftë që t'i marrin në konsiderat, sepse këto janë krime zgjedhore të cilat kanë nevojë parandalimi, ju nuk kanë nevojë domethënë që ti të thuash domethënë që akse ndodhi tani dhe do të marrë procedim penal. Krimi zgjedhor duhet parandaluar që të mos ekzistojë dhe ti të mos deformosh votën. Avokat, çfarë konsiderohet krim zgjedhor? Domethënë cila gjë e bërë në fushat? Ja, rast konkret me që se po më pyet. Rast konkret, në qoftë se ti i dërgon se të gjithë mendojmë që vetëm dhënia e parave, blerja e votës. Drejtori i drejtorisë arsimore i ka dërguar mesazh në grup të gjithë drejtorëve. Drejtorët pastaj ja kanë shpërndarë mësuesve. Zvogloni orarin e mësimit, domethënë nga 6 orë bëheni 2 orë me qëllim se do shkojmë takim me takimin e PS-s me zonjën Balluku. Ky është një krim zgjedhor. Sepse neve e kemi të ndaluar. Pra çdo gjë që cënon mbarvajtjen e fushave të jetës, sidomos kur janë funksione publike. Po, me statusin punësit dhe administrata shtetërore nuk është se nuk mund marrin pjesë në veprimtari politike, por vetëm pas orarit punës. Orari i punës presupozohet 8-4. Po. Nuk presupozohet në ora 12 sepse zonja Balluku atëherë ka qef ta bëj. Ajo apo cili do tjetër. Ky për mua është krim zgjedhor. Ky është rasti që u bë publik. Po, tani është bërë publik. Po, tani krimi zgjedhor presupozohet domethënë që aty duhet shkuar dhe ndalohet. Mua nuk më intereson ta di që ndodhi. Ai duhet ishte ndaluar, duhet më ishte marrë masa ndaj atij, le të themi drejtorit të ZVA-s atje. Është marrë mas, nuk është marrë. Pra, i bie Nardi që po t'i hyjmë në gjithë Shqipërinë në këto kohë, pjesa më e madhe e administratës publike, institucioneve më të rëndësishme shtetërore, përfshirë këtu edhe arsimin, janë në funksion të fushatës. Të them një gjë tjetër. Dhe këtu i bie që krimet më të mëdha zgjedhore i buka mazhoranca partia në pushtet. Po normal që sepse ato kanë funksionarët në detyrë, ato kanë administratën në detyrë, dhe për ta punojnë pra për partinë në pushtet. Se të duhet ti, në qoftë se je në punës e administratës publike, në çfarë do lloj pozicioni, ti bësh share pozicionit, domethënë kandidatit për deputet të Partisë Socialiste. E kanë detyrim, avokat. Tu po flas pra. Pikërisht pra. Për të po flasim pra. E gjithë administrata vjen në funksion. Se duhet domethënë që ti ta bësh. Kjo nuk është krim zgjedhor, të shpërndash një material të liderit nëse ti je mësues, je në punë. Po ti je në punë simpati nuk më ndalon dot në rrjetet e mia sociale. O jo në rrjetet e tua sociale ti e bën share me gjitha, por ti e bën me detyrim atë. Pra janë këto flet për grupe, besoj avokati. Po unë po flas për grupe WhatsApp-it, gjitha domethënë që merren atë. Bëni like, bëni komente. Po kështu kemi parë ne edhe të gjitha postimet. Ne prandaj kemi ardhur këtu që të mos ketë më. Pra edhe kjo konsiderohet krim zgjedhor. Do duhet konsiderohet krim zgjedhor. Dhe unë nuk e di nëse këta e marrin të mirëqen këtë gjë apo jo. Nuk besoj. Jam shumë dakord, Jam shumë dakord. Në Fier, këtu nuk jam dakord unë, sepse është në dëshirën e gjithë secili që do ta mbështes dikë. Por nëse në Fier pas ka ndodhur që një drejtor i ZVA-s apo drejtoresh se mbaj mend çfarë është atje, problematik jo vetëm me tani që është zonja Balluku, po me të gjithë ata që kanë qenë përpara zonjës Balluku, gjithmonë ZVA-ja Fierit kështu ka funksionuar, çon një mesazh në grup dhe detyron të gjithë mësuesit e shkollave, drejtorët e shkollave që të pezullojnë mësimin dhe të dalin në takim, të organizojnë takim elektoral, sepse tani jemi zyrtarisht në fushat, kjo shumë e rëndë. Pra, të shkojnë deri në atë pikë sa të përdorin edhe fëmijët për qëllime elektorale brenda orarit të tyre të mësimit, kur kanë detyrim mësuesit të jenë duke dhënë mësim dhe ata, po ashtu kanë detyrimin të jenë duke u mësuar.
i bie që po mund të konsiderohet krim zgjedhor. Thën kjo Aida. Ke shpresë tek task force e SPAK? Shiko, besoj që tani që fushata ka nisur zyrtarisht, edhe të gjithë ata prokurorët e listuar që ishin të ndarë në të ndarë në përqarje të ndryshme, patjetër që kanë nisur edhe punën e tyre në terren për të parë dhe për të konstatuar të gjitha këto problematika, por që kjo task force e ngritur ka një lloj impakti dhe parandalimi pra që në momentin që u bë publik që do të ngrihet një task force e posaçme nga struktura e posaçme antikorrupsion, automatikisht edhe të gjithë ata kandidat apo ata që organizojnë fushata kishin një step back që të mos bëjnë gabime përgjatë fushatës tyre elektorale. Se mund të jetë ngritur edhe për të legjitimuar letimin e zgjedhjeve. Ti në 12 maj në ardhmënia e tia do dalin dhe do thotë domethënë neve jo vetëm që fituam, por ne kishim dhe SPAK-un mbi krye për të treguar domethënë që neve ne kemi bërë zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Diskutim që do ta thoj, por ne do të shohim tani këtu se çfarë do të konstatohet nga prokuroria e posaçme përgjatë gjithë fushatës zgjedhore. Kemi bërë zgjedhje të ndeshme, pra sa po ta thash. Dhe do të japim edhe precedentet se kush do të jenë, do të konsiderohen krime zgjedhore, pra deri në çpik do të konsiderohen ato statuset e administratës publike dhe ato shpërndarjet në grupe WhatsApp-i, do të konsiderohen këto shkëputjet e orëve të mësimit dhe daljen më pas në terren me qëllime fushate, shitblerja e votës, që po patjetër, është akti më i rënd i krimeve zgjedhore, apo do të kemi edhe mënyra të tjera se çfarë do të konsiderohen krime zgjedhore. Task forca parashikon që edhe grupet kriminale t'i parandaloj që të ushtrojnë presion apo të blejnë votën për X parti politike. Deri tani ke parë ndonjë goditje të ndonjë të cilësuar grupi kriminal, Aida, që mund të jetë goditur për këtë histori, që ndoshta aty mund të shkojnë mendje që mund të jetë goditur pikërisht për të parandaluar Ti më thuaj që ashtu sikurse nga ana politikët kemi, shiko. Ne kemi pafund grupe kriminale të goditura nga prokuroria e posaçme, grupe kriminale që të paktën 9Z kanë mbështetur një parti apo një tjetër politike dhe në raste të caktuara kanë mbështetur një kandidaturë apo një kandidaturë tjetër, qoftë në zgjedhje vendore apo qoftë në zgjedhje të përgjithshme. Rasti më i freskët është rasti i Shkodrës, i grupit të Bajrajve, të cilët në zgjedhjet vendore, për zgjedhjen e kryetarit të bashkisë, ka pasur akuza të vazhdueshme politike, flas gjithmonë këtu, nga ana e opozitës dhe kreut të Partisë Demokratike, zotit Sali Berisha, se ishin ata të cilët i fituan zgjedhjet në Shkodër. Dhe patjetër që mbyllja edhe në informacionet që neve na vijnë, nuk e di nëse ka ndonjë hetim nga ana e strukturave për zgjedhjet vendore të Shkodrës për 2023-shin, se s'po më kujtoj viti apo jo. Pra, unë po flas këtu gjithmonë vetëm për akuza politike më shumë, por edhe për atë se çfarë neve në rrugë patjetër, në rrugë edhe operative apo dhe nga burimet tona kemi arritur të mësojmë. Dhe ka pasur një ndikim dhe një ndërhyrje, madje zoti Berisha në atë kohë thaj që grupi Bajri rrinte me armë tek qendrat e votimit. Kjo nuk u vërtetua nga të paktën deri tani nga ana organeve të hetimit. Megjithatë kjo nuk do të thotë që nuk ka ndonjë dosje në qoftë prokurorin apo qoftë në prokurorinë e rrethit, sepse ndonjëherë disa dhe nuk e di nëse dikush ka shkuar dhe ka bërë një denoncim apo ka nisur një hetim kryesisht. Dhe arrestimi i tyre ndoshta do të ndikojë tek rezultatet e zgjedhjeve në Shkodër dhe shumë mirë, sepse absolutisht të ndash krimin nga zgjedhjet është arritja më e madhe e një strukture. Që s'ka për ta bërë. Shiko. Mendoj avokat se kanë pyetur që këtë rast arrestimi Safet Bajri ndoshta e parandaloi një krim të mundshëm zgjedhor atje, kështu që po pyetja është këtë dëmtoi opozitën apo mazhorancën në këtë rast. Qofse ke përgjigje. Tani e futi një spinë sipas qesit. Jo, unë bëj pyetje kështu që nuk ka përgjigje. Pavarësisht se kam mendim. Janë zgjedhje vendore, pavarësisht se kam mendim. Shiko, ka diçka.
tani nuk duhet bëhem pesimist. Unë nuk besoj domethënë që me këtë task force do dalin në histori. Pra, nuk besoj se do dalin në 184 po 339 sikur ndodhi në zgjedhjet e shkuara, të cilat fatkeqësisht nuk u hetuan nga ana e prokurorisë. Unë e thash, së pari një është viti i parë dhe do të krijohen patjetër edhe precedentet se çfarë do të konsiderohet krim zgjedhor ose jo. Tani unë nuk jetoj sa Shqiponja, Aida. E ke parasysh ti, unë po flas për sot. Nuk e di unë do jem 2029 apo jo. Kjo është historia që po. Pra, prandaj them domethënë që mua më duhet sot. Prokuroria më duhet sot, nuk më duhet në 12 maj. Dhe unë thash, nuk duhet të jem pesimist, por ndoshta do ndodhi kjo që i po them unë, sepse nisem nga një presupozim. Jo me fjalë sa për sy e faqe, po ti sot në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjetikës nuk e gjen dot një drejtor nga e hëna dhe të premten. Tani do thot dikush, po këta drejtorët kanë shef, i kontrollon shefi i tyre. Dakor, po ç'pun ka këta të rrinë lushin fier? Bëj një foto dhe shkoj aty si spak, ç'pun ke ti duhet të jesh. Kush firmos, kanë deleguar firmën. Po ti, dakor më thonë, po dhe delegimi firmës ka një mënyrë. Ose ka një mënyrë dhe delegimi firmës. Mund të kenë avokat lejen vjetore të pashfrytëzuar. Po ja është ajo shket leje, se na bën 3 muaj. Tani në mars digjen gjithë. Tani më mars digjen. Digjet në mars. A duan të merren? Po pra ja urdhëro. Se ti mos pretendon domethënë që të ndodhin që këta do shkojnë të kapin dikë që janë duke I dhënë lekët. Dhe këta dinë se si japin lekët, mëse nuk e bësh. Avokat çfarë do nëse krimi zgjedhor, avokat goditet për shembull në 13 maj, 14 maj fillojmë arrestimet neve. Sa vlerë ka për shembull? 0. Përse? Ta shpjegojmë. Ja ta shpjegoj thjesht. Sepse dua ta nxjiste që të kuptohet. Me dëgjoja ta jap me kështu me gjë të thjesht fare po. Se nuk I përmbys zgjedhjet. 8 mandate mori Partia Socialiste në Durrës në 2021, po? Po. Nga këto 8 mandate, 3 prej tyre janë të vendi. Jurgis Qyrbja, Lefter Koka, Raman Raja që e dha vetë dorëheqjen për arsye që ne I dim të gjithë. Tani Jurgisi mori 6.000 vota. Po. Lefteri mori 9.000 vota. Rahmani mori 7.500 vota. Këto këtu bëjnë 3 deputet. Me çaj lidhti këto? Po prit më të marroj, është tatanik, duro. Në momentin kur këta u verifikuar që këta të 3 kanë manipuluar zgjedhjet në Durrës, se për atun u fol për këta, okay? Të paktën për Jurgisin. Mandati I Jurgisit ju hoq PS-s dhe I vajti PD-s? Jo. Po atëre. Pra prandaj nuk ka vlerë thua. Po s'ka vlerë pra, sepse ti I kalon një tjetër. Po ti punë e madhe, I ka përdorur Edi Rama, po Edi Rama ka çdo njeri në PS do ta përdori. Ore, do ta kuptosh një herë mirë, Edi Rama është kopja negative e Enver Hoxhës. Të njëjtën gjë siç ka bërë Enveri. Enveri kur vdiq në 1985-ën nuk ishte as edhe një person nga ata të cilët shokët e armëve që I quhen 1945-ën. Me Koçi Xoxhe, me Beqi Balluku, me Mehmet Shehu, me Kadri Azbiu, të gjithë I kishte çuar ai drejt burgut ose drejt vrasjes. Nuk ka faj Enveri që u vetë vra Mehmet Shehu. Nuk ka faj, edhe për të thënë këtë, nuk ka faj Edi Rama pse Erion Velia u vetë vra u vetë burgos në Durrës. Këtë po më thuani mua. Për këtë jemi. Ore, duhet ta kuptoni një herë mirë se nuk është çështje domethënë për të bërë opozitarizëm, se po që për pjesën tjetër të opozitës më thuaj mua më thirr që ta bëj zi fare. Nuk është kjo çështja. Ne po flasim për një Shqipëri normale, jo perfekte, jo Danimarkë, jo Norvegji. Normale. Tu nuk ka normalitet o burr. Kur mendon se mund ndodhin goditjet e para për krimin zgjedhor? Unë mendoj që s'ka për ndodhur. Pse? Po sapo ta thash. Unë jam pesimist me çfarë po shikoj që kjo strukturë e posaçme deri në datën 11 maj do regjistrojë në precedim. Mos e kanë gati 40 ditë avokat. Domethënë data sot është 20 e. Ore dita duket që I pik mjesit më por shi apo po doli diell. Tani çfarë muhabeti do bësh? Do presidenti Mazditja. Aksione të bujshme kundër. Unë po flas për këtë. Tani ti inshallah gabohem unë më radhi çfarë them tani. Qartë. Ajda, ke shpresë? Shiko, në sondazhin që Idra bëri, Spaku ishte shpresa e vetme. Ta kalojmë insert që të flasim pikërisht për këtë. Atëherë, për të kaluar tek tema e fundit e regjia, të lutem, më përgatit insertin e fundit që Spak duket se shpresa e fundit e shqiptarëve për të marrë drejtësi në vendin tonë.